Habit mjeku jap se duhet të bëni fëmijën e dytë pa kaluar 3 vite nga shtatzania e parë. Trupi i gruas pas një shtatzanie kërkon kohë që të rikuperohet, ndaj nuk është e këshillueshme as nga mjekët që një femër të përjetojë një shtatzani të dytë brenda vitit. Një lindje e dytë kërkon gjithashtu një planifikim sa lindja e parë. Jo pak specialistë janë të mendimit se fëmijët duhen lindur në interval të shkurtër kohor, por sipas studimeve të ndryshme shkencore, një hendek prej të paktën 3 vite është më se i domosdoshëm. Fëmijët kanë thuajse të njëjtën rutinë, duke filluar nga zgjimi, orari i ngrënies, orari i shkollës apo i kopshtit e të tjerë. Fëmijët që lindin afër me njëri tjetrin kanë më pak diferenca, ndaj do të lidhen ngushtë me njëri tjetrin. Të kaluarit shumë kohë bashkë i ndihmon fëmijët të krijojnë një marrëdhënie me baza të forta që në fëmijëri, dhe të lindurit brenda një harku kohor të shkurtër ka edhe përparësi për prindrit. Duke qenë se përvoja e tyre është më e freskët, zhvillojnë interesa dhe pasione të njëjta pasi priren të imitojnë njëri tjetrin.